Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, tani për të ndaluar tek Brikena. Brikena është një ndër banoret që këto ditë ka qenë tepër e komentuar. Pikpyetje të mëdha në kokën e saj, ndoshta pendesa të mëdha në kokë, kjo ndoshta, por jam i bindur që Brikena është penduar, një puthje që erdhi pas shumë tentativash, një puthje që erdhi pas shumë momentesh, pas shumë premtimesh, dhe pasi erdhi kjo puthje u zbe çdo gjë. Një dashuri që u premtua, një dashuri që u përgjërua, Mateu i përgjëroheshte Brikenës, dhe më në fund do me thënë, pas gjitha atyre lutjeve, pas gjitha atyre kërkesave, pas gjitha atyre ndjesive që Mateo kishte, gjithçka rezultoi që të binte në tokë. Do me thënë, Mateo sot nuk flet me Brikenën. Unë në fakt, deri në këtë momentin, që ne jemi tani së bashku, edhe pak do me thënë, kam pritur që Mateo të kërkon një lloj sqarimi. Kam pritur që Mateo të ulet me Brikenën, pa marrë parasysh ta hedhë në hapin ai që nesër të mos të mbetet sikur Mateo e la të vetë me Brikenën. Por jo, kjo gjë nuk ndodhi, do me thënë as nga Mateo, as nga Brikena. Mateo e shikonte Brikenën duke vuajtur, e shikonte Brikenën në tension, sepse ti e shikon që një vajzë nuk flet, do me thënë ajo vazhdon vuan, dhe Mateo përsëri vazhdonte që të ri më së shumti me Selin, përsëri vazhdonte që të ndan momente më së shumti me Selin, përsëri vazhdonte që të ndan emocione me Selin. Tani normalisht publiku krijon një pyetje se çfarë po ndodhen me këtë çift. A është një çift i vërtet dhe real, apo kemi këtu të bëjmë me një sekret të madh që Mateo po i hakmeret Brikenës? Unë mendoj që Mateo, përpos që mund ta kishte një mision që realisht misionet tregohen për publikun, por mbaj mend në kohën e Luizit nuk është treguar për publikun misioni, mendoj që Mateo sonte do të plas në marrëdhënien e tij me Brikenën dhe do të shokoj të gjithë banorët. Unë dyshoj tek fakti që ky është një mision i fshehur mes Mateos dhe produksionit në dhomën e rrëfimit, se si e nxorën videon e Brikenës që Brikena kishte folur në dhomën e rrëfimit, jam jashtëzakonisht i bindur që për këtë marrëdhënien ka folë edhe Mateo. Tani, shikimi që sonte Mateo i bëri Brikenës prej në kuzhinë me bishtë të syrit, duke e parë atë që vuan dhe duke u larguar, unë jam shumë i bindur që ky është një mision sekret i Mateos edhe i produksioni që sonte do të hapin kartat për gjithmonë, sepse Mateo i buzëqeshur largohet. Tani ti kur e shikon një femër duke vuajtur dhe të buzëqeshësh me bishta të syrit, atëherë kjo asocion që ti ke dashur që t'ja marrësh atë puthjen edhe ta lësh në balt, ta lësh të vetme. Unë kështu e pash, do me thënë unë kështu e logjikova. Unë uroj që Brikena të merr një herë veten, sepse nuk është duke marrë veten fare, do me thënë në këto ditë të vështira, e vetmja banore që i ka qëndruar Brikenës afër është Juela, sepse edhe Selin po ruan një rol shumë interesant. Selin do me thënë është gjatë kohës tek Mateo, nuk i intereson për Brikenën, as që ta pyetën se si je, do me thënë askush nuk përfshihet në marrëdhënien e tyre, dhe është një marrëdhënie që ka mbetur vet. Brikena është duke menduar dhe askujt nuk i intereson për të. Mendoj që kjo është një mision, sepse nuk ma jep bindjen Mateo që të ketë një shpirt të këtill që ta merr kaq inat Brikenën, sepse kjo është një lloj inati dhe urrejtje, vetëm e vetëm sepse Brikena vendosi që të luajë në këtë formë. Çfarë mendimi keni ju? Unë mendoj që një femër ka të drejtë të xhelozoj kur e do një mashkull, derisa e do Mateon, patjetër që edhe xhelozon. Më jepni mendimin tuaj.